Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Presidentja Vjosa Osmani ka caktuar 15 prilin për mbajtjen e seancës konstituive të legjislaturës së re të Kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Seanca e parë konstituive udhëhiqet nga deputeti më i vjetër dhe më i riu në sallë. Kuvendi zgjedh më pas kryetarin dhe 5 nën-kryetarët pra kryesin. Krye parlamentari propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit. 3 nën-kryetarët propozohen nga 3 grupet më të mëdha parlamentare, zgjidhen po ashtu me shumicë votash të gjithë deputetëve, ndërsa 2 nën-kryetarët tjerë janë nga radhët e komuniteteve jo shumicë, edhe ata zgjidhen me shumicë votash të gjithë deputetëve. Pas konstituimit të Kuvendit, nis procedura për formimin e qeverisë. Sipas kushtetutës, presidenti duhet ja propozoj Kuvendit emrin e kandidatit për kryeministër në konsultim me partinë politike apo koalicionin që ka fituar shumicën. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës në një intervist për radio-televizionin 21 thekson se Kosova ka nevojë për një qeveri stabile me një bazë të gjerë politike e cila sipas tij do të krijohej me një koalicion mes vetëvendosjes dhe 2 partive më të mëdha opozitare. Me Cakollin bisedoi kolegja Valmire Hoti. Po jemi tek seanca konstituive, sa janë gjasa që të kemi ndonjë blokim për zgjedhjen e kryetarit Kuvendit nga ana e lëvizjes vetëvendosje dhe çka nëse ndodh një gjë e tillë? Pavarësisht që në deklarimet e fundit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, që një herësh është edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, që do tentojnë zgjedhjen e qeverisë në po të njëjtën ditë kur do të mbahet seanca konstituive, unë besoj që ekzistojnë gjasa reale që të ketë vonesa në rast se nuk arrihet një dakordim paraprak për koalicion qeverisës, qoftë edhe me deputet individualisht. Dhe arsyeja për këtë qëndron tek fakti që partia në pushtet, përkatësisht partia fituese e zgjedhjeve, unë nuk besoj që do të mund të propozonte zgjedhjen e kryetarit Kuvendit pa pasur të sigurt edhe zgjedhjen e qeverisë, për shkak se fillimi i procedurave për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, respektivisht zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, nxit menjëherë rrjedhën e afateve kushtetuese saj përket çështjes së formimit të qeverisë. Pra, nëse kryetari i Kuvendit zgjedhet, atëherë presidentja e vendit është obliguar që të nominojë dikën nga lëvizja vetëvendosje që pritet të jetë pra Albin Kurti, si mandatar për formimin e qeverisë, por që këtu ka afat kushtetues prej 15 ditësh që i nominuari nga lëvizja vetëvendosje të propozoj përbërjen e qeverisë para Kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër, vonesat mund të ndodhin edhe për shkak të mungesës së një le të themi afati më strikt kushtetues, për shkak se në zgjedhjet e vitit 2014, kur ishte prodhuar edhe ajo kriza kushtetuese për 6 muaj, edhe pse gjykata kushtetuese ja kishte njohur të drejtën ekskluzive partisë fituese të zgjedhjeve që të propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit, nuk i kishte caktuar asnjë afat të tillë. Dhe përvoja në Kosovë tregon që në të paktën 2 raste, që nga viti 2014, partia fituese apo koalicioni fitues i zgjedhjeve nuk e ka propozuar kandidatin për kryetar të Kuvendit në ditën e thirrjes së seancës konstituive, pikërisht për shkak të mungesës së votave të nevojshme, dhe që kjo është përdorur pastaj si mjet politik për të blerë kohë, por edhe si presion ndaj partive të taboreve të tjera që të njëjtat të futen në koalicion qeverisës apo bllokimit të institucioneve në anën tjetër. Po sa i përket formimit të qeverisë, pyetja e cila tash pothuajse 2 muaj pas zgjedhjeve që nuk po merr ndonjë përgjigje se kush me kë do të mund ta formojë qeverinë. Cilat janë skenaret më të mundshëm sipas jush për formimin e qeverisë së re? Në radhë të parë duhet ditur që Kosova ka nevojë për një qeveri sa më stabile dhe përvoja me zgjedhjet e fundit tregon që qeveritë e brishta në numra në radhë të parë nuk është që janë efikase në kuptim të jetës parlamentare dhe të kalimit të projektligjeve, përsa kohë që deputetët nuk shndrohen le të themi në makineritë votimit ku të njëjtit në një seancë të vetme votojnë 30 apo 40 ligje. Andaj unë besoj që qeveria që i duhet vendit është një qeveri me bazë më gjerë politike.
e për të arritur këtë, normalisht nevojitet një koalicion në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe të paktën një prej dy partive më të mëdha politike në vend, për shkak se me numrat aktual, lëvizja vetëvendosje ka duke llogaritur edhe votat e komuniteteve që nuk duhet të merren si të mirëqena, por duke supozuar që të njëjta do të jenë pjesë e koalicionit qeverisë siç kanë bërë gjithmonë, lëvizja vetëvendosje mund të shkojë maksimalisht në 59 deputet, që i bie i duhen edhe të paktën 2 deputet për atë minimumin e nevojshëm kushtetues për zgjedhjen e qeverisë, por që në anën tjetër ne kemi në më pak se 12 muaj procedurën e zgjedhjes së presidentit, dështimi eventuali së cilës mund provokojë zgjedhje të jashtëzakonshme. Andaj unë besoj që edhe pse në njërin anë nuk duhet që të mos kemi qeveri për shkak të një situate pas një viti, as nuk guxojmë pa anashkalojmë në tërësi si procedurë. Kështu që unë besoj që me shumë gjas lëvizja vetëvendosje do të ketë një shumicë, qoftë kjo edhe me disa deputet të opozitës, por që si skenare variant nuk është i pëlqyeshëm për shkak të devijimit të vullnetit qytetar dhe një praktike të mbrapsht që është instaluar në shumë procese në të kaluarën, kur deputet caktuar kanë kaluar për qenë pjesë e koalicioneve qeverisëse, apo thjesht i kanë përkrahur qeveritë e pakicës, siç ka qenë tazëm rasti edhe në vitin 2011, kur efektivisht koalicioni ka pasur 57-58 deputet. Nëse po zëm lëvizja vetëvendosje nuk arrin ta formojë qeverinë e re, e shihni të mundshme një qeveri të opozitës, kemi parasysh qëndrimet e tyre rreth postit të kryeministrit? Në radhë parë, nëse lëvizja vetëvendosje nuk arrin apo nuk dëshiron që të formojë institucionet e reja, në kuptim të numrave është lehtësisht i mundshëm një koalicion në mes të partive opozitare dhe komuniteteve tjera jo shumicë, cilat do ta çonin numrin e deputetëve në rreth 70 të tillë, nëse llogaritet këtu edhe lista serbe si fituese 9 prej 10 mandateve të komunitetit serb. Megjithatë, opozita ka treguar që nuk është fare grup homogjen as në kuptim të interesave, as të qëndrimeve politike, por sidomos sa i përket çështjes së mandatarit për formimin e qeverisë. Ndonse nuk ka rregull të shkruar, tashmë ka pretendime nga të gjitha palët, sidomos nga PDK-ja për të pasur postin e kryeministrit, por që si kërkesë është refuzuar nga të paktën është lënë të kuptohet që po refuzohet nga LDK-ja, me deklarime që nuk hyn në koalicione pa pasur pozitën e kryeministrit, e aq më pak kohëve të fundit ka pasur qëndrime që nuk janë fare të interesuar që të jenë pjesë e një qeverie të tillë. Andaj unë në fakt besoj që një qeveri e opozitës si e tillë është më pak e mundshme se sa një qeveri me lëvizjen vetëvendosje dhe disa deputet apo një koalicion tjetër të lëvizjes vetëvendosje me cilën do nga partitë opozitare në këtë rast. Nëse arrihet një koalicion nga lëvizja vetëvendosje, ku do të mund të kemi institucione të reja në opsionin më të mirëfillueshëm, po themi? Nëse ndiqet deklarimi i kryeministrit në detyrë sa i përket çështjes së formimit të institucioneve, unë besoj që gjasat e mëdha janë që seanca konstituive të jetë një mend, seanca kur edhe zgjidhen institucionet. Andaj unë besoj që fundi i mesi apo fundi i muajit prill më së largu mund të jetë periudha kur vendi do të ketë institucione të reja, por që do të jetë me interes të shihet nëse këto institucione do të formohen në bazë të një koalicioni që garanton vetëm minimumin kushtetues për zgjedhjen e qeverisë, apo do të synohet një qeverisje me bazë më të gjerë politike, nga cila do ta bërë pra që e një të arrin të formohet për shkak edhe të proceseve e të procedurave të shumta në cilat duhet kaloj vendi, cilat kërkojnë një shumicë më të kualifikuar për të kaluar projekt ligje, ndryshime kushtetuese e të tjera të ngjashme. Nëse do të jetë një qeveri e pakisës, sa do të jetë jetë gjatë? Përvoja tregon që qeveritë e brishta, pra edhe nëse do të jenë vetëm qeveri me 61 deputet, nuk është që ka një gjatësi të madhe, e në anën tjetër qeveritë të pakicës në fakt dyshoj që do të mund të ketë interes vetë lëvizja vetëvendosje që ta ketë një të tillë, sepse i bie që kur do që opozita të shiron, të njëjtën mund ta rrëzoj nga pushteti. Andaj unë besoj që gjasat që të kemi qeveri të pakicës janë minimale, e që edhe nëse vijmë në pikën kur mund të kemi të paktën qeveri të brisht,
Unë nuk pres që i njëjta jetë gjatë, sidomos duke ditur që ka nevojë për zgjedhjen e presidentit, për cilat kërkohen të paktën 80 deputet të pranishëm në sallë, e që në të kaluarën kjo ka ndodhur gjithmonë, por vetëm në saj të diskutimeve politike, kur numri i nevojshëm ka qenë më pak se sa që ka tani. Për shkak se në situatën e tanishme i bie që vetëm me LDK-n apo vetëm me AK-n aq më pak nuk mund të sigurohet as numri i nevojshëm i deputetëve për të zgjedhur edhe presidentin e vendit, që i bie se nevojitet një koalicion apo dakordim për qëndruar në sallë i të paktën LDK-s e AK-s apo PDK-s në mënyrë që procedura e zgjedhjes së presidentit të jetë me numra të nevojshëm për të garantuar kushtetueshmëri të këtij procesi. Jemi vonë në procesin e formimit të institucioneve të reja apo jo? Unë besoj që po, për shkak se ky është procesi i dytë më i gjatë që është dashur Kosovës për ta përmbyllur një cikël zgjedhor pas zgjedhjeve të vitit 2019, dhe unë besoj që në fakt është dashur që shumë herët, sepse janë zgjedhjet e para të rregullta që i kemi organizuar, dhe është dashur që të ketë shumë më shumë përgatitje teknike paraprake nga ana e KQZ-s, që ky proces është dashur vetë se të jetë tashmë i përmbyllur, dhe që KQZ-ja është dashur që të shfrytëzojë gjitha kapacitetet e mundshme të nevojshme për të garantuar që procesi përmbyllet në afate shumë më të shkurtra kohore, duke ditur që trupa elektorale është 900.000 vota gjithsej, e që nuk është dashur që vonesat të shkojnë gati në 2 muaj ditë kohë siç ka ndodhur tani. Po kujt i shkoj përshtati kjo vonesë? Normalisht vonesat të tilla më shumë të i shkojnë me apo pa qëllim partisë që ka dalë fituese e zgjedhjeve për shkak të mungesës së numrave. Pra, procesi zgjedhor ka prodhuar një situatë ku lëvizja vetëvendosje pa pasur edhe disa deputet të paktën nominalisht nga ana e opozitës, nuk mund të formojë vetëm me koalicionin qeverisës. Andaj çfarë do vonese në këtë drejtim, normalisht i shkon më shumë të përshtati lëvizjes vetëvendosje si fituese relative zgjedhjeve, por në pamundësi për të formuar vetëm institucionet, e madje edhe për të formuar ato vetëm me partitë jo serbe nga koalicionet e mundshme me partitë e komuniteteve jo shumicë, por që në anën tjetër nuk përjashtohet interesi edhe i vetë partive opozitare, sepse edhe ato duket që janë në divergjencat shumëta politike sa i përket qëndrimit qoftë mbi atë se kush duhet jetë mandatar, dhe në fakt a duhet të ketë qeveri të opozitës apo jo në Kosovë. Ndërkohë qeveria tashmë në detyrë po vazhdon në funksionin e saj pa ndonjë dorëheqje nga kabineti qeveritar i atyre do të thotë që janë zgjedhur deputet. A u shkel ligji në këtë çështje? Unë besoj që ligji për qeverinë i miratuar në vitin 2022 me votat e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje është shkelur sa i përket çështjes së dorëheqjes, sidomos sa i përket të paktën 13 apo 14 anëtarëve të kabinetit qeveritar, të cilët janë zgjedhur deputet, por që nuk kanë dhënë dorëheqje. Për shkak se edhe pse është tentuar që të arsyetohet me përfundimin e rregullt të mandatit, Neni 26 i po këtij ligji për qeverinë, thekson se qeveria në detyrë, që është statusi ligjor që ka qeveria e Kosovës që nga 23 marsi, anëtarët e saj duhet t'japin dorëheqje para certifikimit të zgjedhjeve, sepse nuk mund të futemi në një situatë paradoksale dhe të papajtueshmërisë së plot ligjore kushtetuese, kur ta zëm në seancën konstituive, kryeministri në detyrë do të shkojë edhe në cilësinë e kryeministrit edhe të deputetit. Dhe e njëjta vlen edhe për anëtarët e tjerë të qeverisë që kanë fituar mandat, dhe dallimi vetëm është që ofrimi i dorëheqjes si të tillë nga ana sidomos e ministrave garanton që të njëjtit nuk kanë asnjë papajtueshmëri juridike, sepse në rastin e tyre detyrat mund t'ju ushtrojnë zëvendës ministrat, përderisa në rastin e kryeministrit kemi një situatë pak më të ndjeshme, sepse nuk parashihet mundësia e ushtrimit të kompetencave, por fatmirësisht në këtë situatë kemi zëvendës kryeministrin e parë, i cili nuk ka qenë fare pjesë e garës zgjedhore, dhe që i njëjti nuk kërkohet që t'jap dorëheqjet, e që do të mund të ushtronte detyrat e qeverisë kalimtare deri në zgjedhjen e qeverisë së re, edhe pse duhet konstatuar që problemi më i madh qëndron tek mungesa e çfarëdo sanksioni ligjor për situata të tilla kur nuk ofrohen dorëheqje, për shkak se kemi të bëjmë me shkelje ligjore, por të karakterit administrativ, cilat nuk janë të sanksionueshme si të tilla.
Por një çështje tjetër është edhe hetimi i votimit me postë nga ana e prokurorisë. Së fundmi në media publikuan edhe biseda brenda anëtarësisë LDK-s me pretendimet për skemë të organizuar kriminale. Çfarë tregon në fakt kjo çështje? Votimi jashtë vendit ka qenë gjithmonë një prej proceseve më të ndjeshme dhe më të manipuluara të zgjedhjeve në Kosovë, por që në zgjedhjet e tanishme, edhe pse kemi involvim të prokurorisë dhe hetim, e madje së fundmi kemi pasur edhe daljen në publik të disa diskutimeve nëse vërtetohet që të njëjtat janë autentike në kuadër të kryesisë së LDK-s. Unë besoj që nevojitet që prokuroria ta hetoj dhe ta sqaroj këtë rast deri në fund, por që edhe në të kaluarën nuk duhet marrë per se deklarimet e kandidatëve për manipulime të tilla. E në anën tjetër, një standard, unë besoj pozitiv i vendosur si nga PZAP-ja, ashtu edhe Supremja, është që mos përputhjet statistikore në votat e kandidatëve nuk janë me dojmos bazë e mjaftueshme për të konstatuar manipulime. Pra nevojitet që prokuroria të gjejë kryerësit apo shkelësit e ligjit, të evidentoj manipulimet, nëse ka skemë të organizuar të ketë hetime edhe më të thelluara, e vetëm atëherë të konstatohet që procesi është i manipuluar. Por unë besoj që është e domosdoshme që në fakt të rishihet në tërësi procedura dhe operacioni i votimit jashtë vendit, sepse nuk mund të futemi gjithmonë në situata të tilla kur votimi jashtë vendit është karta e karrimit që përdoren nga partitë politike për ta kontestuar legitimitetin institucional që do të prodhohet nga këto zgjedhje, për shkak se edhe në këto zgjedhje me votat e pretenduara si të manipuluara jashtë vendit, mund të kemi dallim nëse një qeveri arrin të formohet nga një parti e vetme pa pasur nevojë për koalicion apo jo, e që një fenomen i tillë po na shoqëron në vazhdimsi, andaj unë besoj që duhet të ketë diskutim shumë më të shtruar, më të sinqert e më të argumentuar në mes të partive politike, mbi atë se si duhet të organizohet votimi jashtë vendit, dhe a duhet të ketë votimi jashtë vendit në formate çfarë kemi deri më tani, apo duhet të shihen modalitete tjera opsionale apo jo. Zotri Cakulli, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit shumë edhe për ju. Kosova nuk do të mund të anëtarësohet në Këshill të Evropës as këtë vit pa dërgimin e draft statutit të propozuar nga Bashkimi Evropian për asociacionin e komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese, thonë në ambasadën e Gjermanisë në Kosovë. Sipas tyre, topi është në anën e Kosovës dhe nëse bëhen hapat e nevojshëm para mbledhjes së ministrave të Këshillit të Evropës, agjenda mund të ndryshohet për të përfshirë votimin e anëtarësimit të Kosovës në organizatën lidere në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme presin që aplikimi i Kosovës të trajtohet gjatë këtij viti, derisa nënvizojnë se vendi ka plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara për anëtarësim. Komiteti i Ministrave të Punëve të Jashtme të Këshillit të Evropës do të mblidhet me 13 maj 2025. Ndërsa paraprakisht agenda këtij takimi do të përgatitet gjatë muajit prill nga sekretariati i kësaj trupe vendimarrëse. Në ambasadën e Gjermanisë në Prishtinë thonë se ky kusht ende është i vlefshëm për Kosovën, derisa theksojnë se fatkeqësisht ky hap nuk është ndërmarrë nga institucionet e Kosovës, megjithatë deklarojnë se Kosova meriton vendin e saj në Këshillin e Evropës dhe se Gjermania mbetet e palënkundur në mbështetjen e saj të plotë për aspiratat e Kosovës për anëtarësim në këtë këshill. Sigurimi i një votimi të suksesshëm për anëtarësimin në Kosovës është me rëndësi kritike. Votimi i pasiguruar shumicën e nevojshme do të rrezikonte këtë aspirat dhe mund të çonte në rezultate negative, të cilat duhet të shmangen me çdo kusht. Ne kemi qenë të qëndrueshëm dhe transparent së bashku me partnerët tanë në përcaktimin e hapit thelbësor të nevojshëm për të siguruar shumicën, dorëzimin e draftit për asociacionin në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Fatkeqësisht ky hap thelbësor ende nuk është ndërmarrë. Tani topi është në fushën e Kosovës, siç është theksuar në letrën e majit 2024 nga presidenti Macron, kancelari Scholz dhe kryeministria Meloni. Agjenda për Komitetin e Ministrave përgatitet nga sekretariati i tij. Nëse hapat e nevojshëm do të përfundohen para mbledhjes, ne jemi të bindur se agjenda mund dhe duhet të ndryshohet për të përfshirë një votim për anëtarësimin e Kosovës. Mirë po zëvendës ministrin në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës, Kreshnik Ahmeti, thotë se vendi ka plotësuar të gjitha kushtet dhe se presin që aplikimi i Kosovës të trajtohet në ministerialin e muajit maj të Këshillit të Evropës.
Duke u bazuar në statutin dhe rregullat e procedurës së Këshillit të Evropës, pas opinionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, aplikimi i Republikës së Kosovës do të duhej të trajtohej në ministerialin e radhës të Këshillit të Evropës. Siç jeni në dijeni, ky opsion është dhënë në prillin e vitit 2024 dhe ka qenë jashtëzakonisht pozitiv. Aty është konfirmuar se Republika e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara për anëtarësim, se ajo i plotëson, madje në disa raste, siç janë të drejtat e minoriteteve, i tejkalon standardet ligjore të Këshillit të Evropës dhe të mekanizmave të tij, dhe se ajo duhet të anëtarësohet me të drejta të plota pa kushte shtesë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka vazhduar fushatën për përmbylljen sa më të shpejtë të këtij procesi, sipas opinionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ashtu siç parashihet në vetë statutin dhe rregullat e procedurës së Këshillit të Evropës. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Dritur Arifi thotë se në rrethanat aktuale politike dërgimi i draft statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese nuk është vendimi i duhur, pasi një gjë e tillë nuk mund të garantoj anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Unë po mendoj që jemi shumë vonë dhe nuk është vendim i duhur sepse ka ndryshuar rrethanat. Qeveria e Kosovës kushdo që do bëhet, kushdo që do ta bëjë qeverinë, do të ketë kujdes se çka po bëjmë dhe çka po marrim. Pra duhet pasur shumë iniciativa diplomatike konkrete se si duhet lëvizur tutje, por topi është pak në anën tonë, por jo i tëri. Pra mbaret nga shumë elemente që do ta ndryshojnë politikën globale e ku jemi ne, kjo mbaret edhe pak edhe nga, po themi, nga konsistenca jonë në përmbajtje, jo vetëm në numra. Institucionet në Kosovë nuk e kanë pranuar draft statutin e hartuar nga Bashkimi Evropian për asociacionit, derisa janë shprehur kundër dërgimit të tij për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Madje ditë më parë, presidentja Vjosa Osmani tha se i njëjti është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe vlerat evropiane. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s Radmila Shekerinska dhe i dërguari i posaçëm i BE-s Peter Sorensen janë takuar të hënën në Bruksel për të diskutuar rreth angazhimeve në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe për procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shekerinska dhe Sorensen nuk dhanë shumë hollësi të një takimi që u zhvillua në fillim të javës në selinë e NATO-s, por në një postim në rrjetin e saj social, zëvendës sekretarja e përgjithshme e Aleancës tha se vazhdimi i bashkëpunimit NATO-BE është çelësi për ruajtjen e stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. NATO është aktualisht mbështetësi më i madh i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Takimi i tyre vjen në një kohë kur në Kosovë ende nuk ka nisur ndërtimi i institucioneve pas zgjedhjeve të nënshkurtit, kurse në Serbi një val protestash kundër korrupsionit ka trunditur udhëheqjen serbe më në krye presidentin Aleksandar Vučić. Edhe Shekerinska edhe Sorensen vizituan Kosovën pak javë më parë, e para në kuadër të delegacionit të NATO-s të udhëhequr nga sekretari i përgjithshëm Mark Rutte, kurse Sorensen qëndroi në Prishtinë e Beograd në përpjekje për të rinisur procesin e dialogut ndërmjet dy palëve. Dialogu ka muaj që ka hyrë në krizë, ndërkohë që NATO e ka vlerësuar si të brisht gjendjen në Bosnjë dhe në Kosovë, posaçërisht në pjesën veriore të saj. NATO ka rritur prani në Kosovë pas zhvillimeve në pjesën veriore që prej vitit 2023 dhe sulmeve në Bajsk që quan në vrasjen e një pjesëtari të policisë së Kosovës. Sorensen gjatë vizitës në Prishtinë tha se dialogu ekziston për të siguruar se takimet do të mbahen dhe i ala të dyja palëve të vendosin nëse do të ketë kompromise. Deklarimi i tij pasoi një qëndrim të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte pas takimit me presidentin Osmani, kur vlerësoi se për ta lëvizur dialogun përpara, të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet dhe të bëjnë kompromiset e nevojshme. Një numër veprimesh të qeverisë së Kosovës në veri janë kritikuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që ka kërkuar kthim në dialog. Aktualisht asnjëra palë nuk ka bërë hap drejt zbatimit të marrëveshjeve. Prishtina ka në tavolinë një draft të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilin qeveria e Kosovës e ka cilësuar si dokument jo zyrtar dhe ka refuzuar që ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Beogradi ndërka shkeli marrëveshjet e arritura në Bruksel, duke penguar anëtarësimin e Kosovës në organizata të ndërkombëtare. Shkelja e fundit e Beogradit u ndërlidh me veprimet e tij në Këshillin e Evropës, kur e pengoi të merrte statusin e mysafirit special.
Serbia sërish shkeli marrëveshjen e Ohrit me kundërshtinë e saj të ashpër ndaj vendimit të Kenjas për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Bashkimi Evropian si reagim për këtë veprim të Serbisë thotë se Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë progres në normalizimin e marrëdhënieve të tyre për të bërë antar të Unionit, por pa ndonjë dënim më eksplicit. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian tha se qëndrimi i BE-s është neutral ndaj statusit të Kosovës dhe përkujtoi kushtet që Kosova dhe Serbia duhet të përmbushin në synimet e tyre të deklaruara për antarësimin në BE. Jemi në dieni për njohjen nga Kenia të pavarësisë së Kosovës. BE-ja është neutrale ndaj statusit. Kosova ka një perspektivë të qartë evropiane dhe ka dorëzuar aplikimin për antarësim në BE në dhjetor të 2022-s. Progresi në rrugën e pranimit të Serbisë dhe Kosovës në BE kërkon përparim të në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Bashkimi Evropian. Policia e Kosovës njoftoi se pos granatës që ka shpërthyer jashtë postës në Zveçan ka qenë edhe një tjetër brenda objektit të ri të postës. Si pasojë e shpërthimit të njërës granat janë shkaktuar dëme materiale, mirë po nuk është raportuar për të lënduar. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka dënuar fuqishëm sulmin me granata ndaj objektit të postës së Kosovës në Zveçan. Kurti ka thënë se sulmi ka elemente terroriste, pas sulmit të mbrëmshëm me granat ndaj pikës së postës së Kosovës në Zveçan, lideri AK-s Ramush Haradinaj ka reaguar ashpër, duke cilësuar këtë akt si pjesë të qëllimeve agresive të Serbisë. Dy granata dore u hodhën në objektin e postës së Kosovës, në komunën e Zveçanit të martën pas mesnate. Policia e Kosovës tha se përveç granatës së shpërthyer në vendin e ngjarjes, është gjetur edhe një mjet tjetër shpërthyes brenda hapësirave të reja të postës së Kosovës. Si pasojë e shpërthimit të njërës granat janë shkaktuar dëme materiale, mirë po nuk është raportuar për të lënduar. Njësitë policore relevante, pasi kanë dalë në vend të ngjarjes, kanë vërejtur se brenda objektit gjendet edhe një granate pa shpërthyer, ku në lidhje me këtë njësitë policore paraprakisht kanë bërë sigurimin e vendit të ngjarjes, ndërsa banorët janë evakuuar për një kohë, derisa nga njësia e specializuar për trajtimin e mjeteve eksplozive kanë bërë shpërthimin e granatës në mënyrë të kontrolluar. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka cilësuar sulmin me elemente terroriste dhe orvatje për të cënuar sigurinë dhe për të penguar integrimin e qytetarëve në institucionet e Kosovës. Brengosëse në këtë situatë mbetet fakti se individ të njohur për lidhjet e tyre me grupe kriminale dhe terroriste si Milan Radojčić vazhdojnë të mbeten të lirë e po strehohen dhe po shfrytëzohen nga pushteti në Serbi për qëllime shoviniste. Qëndrimi në liri i kriminalit Radojčić dhe mos dorëzimi i tij autoriteteve të shtetit ton është një mesazh i rrezikshëm që inkurajon kriminalet terroristë ekstremistë të ndryshëm që të vazhdojnë veprimet e tyre me tendencë destabilizuese. Në lidhje me sulmin ka reaguar edhe kryetari i komunës së Zveçanit Ilir Peci, i cili po ashtu aktin e ka quajtur sulm terrorist. Ky sulm është një tentativë e qartë për të destabilizuar rajonin dhe për të shkaktuar frikë të qytetarët. Autorët duhet të gjenden dhe të paraqiten përpara drejtësisë. Edhe posta e ka dënuar aktin, teksa ka bërë thirrje për hetim të plotë të rastit. Ky sulm nuk na zmbraps në përkushtimin ton për të ofruar shërbime cilësore dhe për të zgjeruar prezencën postare në të gjithë vendin. Ndërkaq në lidhje me sulmin ndaj objektit të policisë së Kosovës në Zveçan, ka reaguar edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Policia dhe institucionet e sigurisë po dëshmojnë qartë aftësinë dhe gatishmërinë për të sjellë para drejtësisë ata që guxojnë të cenojnë rendin dhe ligjin në Kosovë. Përkraja për këto institucione duhet të jetë pa rezervë nga qeveria e Kosovës. Kosova nuk guxon të kthehet në stret të terroristëve dhe akteve terroriste. Për këtë arsye dhe kërkohet bashkëpunim dhe koordinim i fuqishëm me aleatët tanë të NATO-s në krye me SBA-n. Dega e postës së Kosovës në komunën e Zveçanit u hap më 27 mars, në të njëjtën ditë kur u hap edhe ajo në Zubin Potok, të dyja këto komuna në veriun e Kosovës të banuara me shumicë serbe. Më parë në këtë objekt ndodhej banka kursimore e postës së Serbisë, që u mbyll në maj të vitit të kaluar.
Në 2 vitet e fundit në veri të Kosovës janë regjistruar një sër sulmesh, të cilat u intensifikuan veçmas në periudhën kur filloi konvertimi i targave dhe zbatimi i këtij vendimi. Gjykata themelore në Prishtinë, përkatësisht të Departamenti Special, ende nuk ka marrë vendim për gjykim në mungesë për 42 të akuzuarit për sulm terrorist në Banjsk të Zveçanit, ku vra Reshteri Afrim Bunjaku. Këtë e ka bërë të ditur gjykata themelore në Prishtinë, ndërkaq seanca e shqyrtimit gjyqësor në çështjen penale ndaj 3 të akuzuarve të cilët gjendën në paraburgim do të mbahet më 17 prill. Mirë po pjesë e këtij gjyqi nuk do të jenë 42 të akuzuarit tjerë për këtë sulm, përfshirë kryekriminalin Milan Radojčić. Shtrëngtimi i tarifave të rrymës për 15% u paralajmërua se do të ndodhë nga sot më 1 prill, por kjo ende nuk ka ndodhur pasi që vendimi pritet të merret më 11 prill. Kështu ka deklaruar kryetari i bordit të zyrës rregullatorit të energjisë, Ymer Feyzullahu. Në fuqi mbesin tarifat ekzistuese. Vendimi pritet të merret më 11 prill. Aktualisht jemi duke i shqyrtuar komentot e dërguara nga institucionet dhe të tjerët. Kemi deklaruar se shqyrtimi do të zgjas deri në 2 javë, por shqyrtimi mund të zgjas edhe më shumë, deklaroi ai. Kundër rritjes së çmimit të rrymës më 5 prill është paralajmëruar edhe një protestë në Prishtinë. Njohësi i çështjeve të energjisë Hamdi Malushaj duke kritikuar qeverinë e Kosovës dhe ZRE-n për mungesë të transparencës në lidhje me çmimin e energjisë elektrike, ka vlerësuar se nëse do të merret vendimi për shtrëngtimin e energjisë, do të jetë, siç tha, vendim fatal për shoqërinë në Kosovë. Malushaj ka shtuar se është e çuditshme kërkesa për shtrëngtim të energjisë elektrike për një tarif fikse prej 15%. Me Malushajn ka biseduar kolegu Shkëlzen Lakna. Shife është befasuese, është e paklartë. Duket se ZRE-ja dhe KEC-i janë bashkëpunëtorë në këtë projekt. Nuk e di është edhe qeveria bashkë me tanë prapavi, po nga jo transparenca shifet sikur një projekt që është bo me gaz lëtsjels, shpëdia ka tash demonstrus që dalin edhe i thojnë stop bol mo. Ja dham 1 miliard euro për 26 milion euro, edhe transparencë nuk ka në financa, transparencë nuk ka në kontrat, edhe po vje kesh edhe ju gazetarve, ju ka marrë, ju ka qunë sta madhë, ju ka shëtit me mshel gojnë, mës me folë për çështjet, nuk e di cili pe juve, por shumë kanë qenë. Edhe nuk është të qartë raportet ZRE KEC, kush o projekti qyllën prapavi, a është ignoranca qeverisë apo qeveria bashkë me ta, kjo është një pikë pyetje. Sepse ky shtrajtim edhe ky qëndrim sot i ZRE-s bashkë me KEC-in është vendimi ma fatal që mund të merret. Pse? Nuk ka transparencë pse ngrit rrymën, sa janë kostot, ku e merr rrymën. Asnjë gjë transparencë nuk ka. Shifet edhe nga kompetenca e zyrës rregullatorit e cila është me të harrume, si institucion i cili nuk është pasuruar mjaftueshëm me staf e me kuadra për me përballue këto sfida të kohës, ku i dule sa i rrafsh 15%. Pse si dul 13.8? Pse si dul 15.8? Po i dul 15 rrafsh. Kur dihet në kësaj lloj kontrata, në kësaj lloj shtajtime, këtë popullsisë ja shtajtu energjinë, ato janë shifra me presje rretore, nuk janë rrafsh gjithmonë. Edhe unë dyshoj shumë dyshoj në këtë pjesë, nëse ka dikush arsye le të del, le të thotë publikisht qytetarët, le të jenë të informuar edhe i pajtohemi. Cila është kjo kontratë? Çka ka prapa kësajna? Pse? Është edhe një çështje tjetër liberalizimi i tregut energjetik për bizneset. Nuk dihet se sa do ta blejnë bizneset energjinë elektrike, por nëse është shtrejt ajo që dihet ose do të kemi shtrejtim të çmimeve, ai bie se qytetarët përsëri do ta paguajnë nga xhepi i tyre gjithë këtë tarif. Kjo është edhe më banale. Kjo është tepër thuja. Zdi që shmu me konë kur nuk e ki përgadit. Dhe se me kërku bizneset,
liberalizimin e tregut energjetik për me bli ma lirë diku tjetër, e kërkon Kelsi. Pse? Tregu i papërgatitur nuk ka listë në një portal kur dikush shet rrymë këtu. Këta po dhe me hapë një pazar me tezga, ku i vetëm njoni ka mall për treg, për me shtrajtua i çmimin, edhe me thonë, urdhënonim Ministri sa po dëni me ble, edhe kur këshyre onë është s'ka kërkush më shit, atër a i ka me përcaktu çmimin. Po ignoranca e qeverisë po vjen shumë i nati. Qa do me thonë kjo? Ku shkojnë ato pare? Ku shkojnë? Nëse mu më ka bo 100.000, e tash më bo 200.000. Po qeveria i hub 10% tatimit në fitim, së unë i paraqes si zbritje në fitim. Ajo merr pjesë në humbjet e veta. Po nuk e di është qeveria pronare e buxhetit apo dikush tjetër që bën kësi gafësh. Albini lete man fjallën, qysh e ka thonë, kur në nënshkru kontrata me Kelsin. Lete man fjallën, lete ta bën transparencë plot, për ndryshi lete nga të tregon, zguzoj me prek, më sprek një asju, i rrim për mas. Amon lete tjetë ditur që 1 miliard euro e kemi shit për 26.3, 1 miliard euro është asetet e rjeti. Të në kalkulimet të që është 1 miliard euro ja kemi dhonë për 26.3. Pastaj, fitimet e tyne, transparenca tyne, asë një transparencë ka, lypa unë, gjithka, ku me e gjithë, një transparencë, sa ka qarkullim, sa ka fitim, sa ka investim, kur gjithë ka. Kur gjithë ka. Ja shesin prafërsisht 30 euro megavatin, pe i kekit edhe ato ja kemi shit me kontratë, e kemi në zonë robë kekin, ajo është bëlli zhvatën mrena. Edhe çmimin e ullë që jepë Kelsin. Kelsin eve tash në merë, qëfar çmimi pagun qytetarë, që përdëm janë shajtu kur këtë njëtin vend e blenë rrymën aj. Edhe cila është formula nësa atje bjenë në berz 50 euro së kur ka qenë. Për shka ngritet çmimi e nuk bjetë e poshtë asë njerë. Leta shesin edhe këta berz. Mujnë këtë mujë e ki pagu që kash, sepse e kem ble që kash, s'ka fikse çmime në rrymë. Tregu i liberalizum ka shumë përgatitje. Duhet data hap sistemi, duhet tregu, duhet oferta, duhet qeveria me negociu me korporatat noja, me u kriju kushte për me pru energji ma të lirë. Ne veç për do me naqit me mbyll biznese, eventualisht me falimentu kadale, ose ku po shkojnë e të parë? Ku shkojnë? Letë më tregojnë, thëtë dikush atje, ku po shkojnë paret që na shtrajtohet neve biznesit dhe rryma. Ma e keqja e madhe dhe ignoranca, së ku mësë me konë kërkush i meqim aty. Qysh ka mujtë me thonë aj? 10 milion euro qarkullim, 50 punëtor. 50 që banë, sa rrymë hargjojnë ata? Po një 15 punëtor, 9 milion euro qarkullim, me furra elektrike të shpenzu energjinë elektrike me shkriqelit, ku është taj biznes, ku rështuat taj, ku hinaj. Po veç kanë dosh me përfshin sa më shumë biznese, me 50 punëtorë me qitë kufizën, për me konë argat të hujt. Nuk lidhet me punëtorë as qarkullim. Qa ka me paguë për shalë një shfërceri tokave që i ka 50 milion euro qarkullim, e ka i nëzimse. Edhe s'ka zyrë hiç, s'ka punëtor hiç. Nuk është e formulë. Formulë është në bazë të shpenzimit të energjisë elektrike, kufizat në megawatt kilovat. Nuk lidhet me numër të banorëve me pollavra. Na jemi bo shumë, se di pse kjo urtësi popullore ndaj këtyre vendimeve kaq fatale, kaq të këqija. Pse kaq të heshtur na ndaj këtyre padrejtësive që janë. Kush o ketë si ma i fort, se atë keja tash më në mbledha dhe dhonat, kush jemi bizneset e me që letra, me bo administrate, ignoranca e jonë nga ona tjetër për më marrë me këto punë administrative, kretë ka me na fut në treg të lirë me na shtajtu rrymen. Pse qeveria nuk e bu një test fazë, bizneset vullnetare, 6 muaj, kush po del në treg, testo, bënë rregullo tregun, bënë lakmit bizneset që ata vetë me dalë. Qara jam mjaftushëm, po jo vendim me t'i fshi pare, po edhe aty jam me 10% atimit në fitim.
A e kënë bërë këtë logari? Ko e dina, ne mi bërë të liqë. Për shamu, të hongër e shfete kemi shkatru kekin. Ja kemi shqit një dhëmëzor, 700 euro, 70.000 euro. E kemi prish masinën që marra dhëmëzorin. Shqiptarët e kanë bërë këtë punë. Kanë prish vegeltorën e kekit. Nuk ka gjotë kisi si s'ka ndodhë këtu. Ka punu e vala 900 njëri për IPCO nej, mi prish antenat nej me bo IPCO, e ka pagu në shpit vetë me punu për kundër shpis vetë. Edhe sot është kjo. Po të paguin ata të jashtet në shpit tonë me prish të shpinë tonë. Po ka bëllë njerës që e bojnë këtë punë. Pse nuk e ka shikju letë mirë fiks me këtë punë, leta halakat mirë, ku shoka e bashkëpunan me të hujnë për shpinë vetë, edhe Albini, letë nga thot, fjallë që i ka folë, asë një megawatt energi elektrike për sa vite u bonë surrit prodhimi, shkon kjo pritje jona. Në seancën gjyqësore në rastin ndaj ish krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, ishte planifikuar të dëshmonte dëshmitari i 126, por ky i fundit nuk ishte në gjendje që të shkojë në Hag. Zyra e prokurorit të specializuar ka përfunduar thirrjen e dëshmitarëve të vetë në rastin ndaj ish krerëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Në seancë, kryetari i trupit gjykues Charles Smith ka njoftuar se zyra e prokurorit të specializuar ka thënë që do të kërkojë që dëshmia e tij të pranohet sipas rregullës 155. Sot si rregull do të kishim filluar që të dëgjonim dëshminë e dëshmitarit të prokurorisë W04747. Sidoqoftë, dëshmitari nuk është në gjendje të vijë sot dhe ZPS-ja do të kërkojë që dëshmia e tij të pranohet sipas rregullës 155. Në këtë rregull, përcaktohet se gjykatësit mund të pranojnë një deklaratë ose transkript me shkrim të dëshmitarit pa u paraqitur dëshmitarin në gjykat nëse ai është i padisponueshëm. Parashtrimet e saj, ZPS-ja i bëri në seancë private për publikun, kurse këtë javë pritet që të përfundoj lista me emrat e propozuar për intervistim nga kjo palë. Siç ishte paralajmëruar edhe më parë, ZPS do të përfundoj me dëshmitë e dëshmitarëve në gjykat këtë javë, ndërsa do të përfundoj çështjen e saj deri më 15 prill. Numrin e dëshmitarëve që kanë dëshmuar deri më tani dhe atyre të cilëve janë pranuar me shkrim, do ta bëj të ditur kur të jenë të gatshme. Sipas dhomave të specializuara, është me rëndësi të theksohet se i takon trupit gjykues të vendos për afatet kohore që do t'u jepen palëve për t'u përgatitur për çështjet dhe parashtrimet e tyre. Ani pse sot është adoptuar qenie ndacak i një mit nga një qytetar në qendrën për trajtimin e qenve, ende po qarkullojnë qend e ndacak cepave të Prishtinës. Deri më tani janë vaksinuar e sterilizuar 4.000 qen e ndacak, ndërsa rrugëve të kryeqytetit po sillen rreth 3.500 apo 4.000. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se komuna ka bërë një punë të madhe në menaxhimin e qenve ndacak, duke kritikuar mungesën e përkrahjes nga niveli qendror. Ai ka shtuar se edhe pse janë ndarë 9.8 milion euro buxhet për këtë çështje, deri më tani nuk është shpenzuar asnjë cent nga qeveria. Ai kërkon nga qeveria e Kosovës përkrahje për të larguar të gjithë qentë e ndacak në të gjitha komunat, jo vetëm në kryeqytet. E dim që kemi pas sfida të mëdha me problemet me qenë ndacak, dhe vazhdojmë të kemi sfida. Për këto 3 vite gjys, kemi mbri numërin në 4.000, pra kemi kastru, sterilizu, vaksinu 4.000 qenë. Po i bëjmë gjitha këto punë pa asë një ndim për fat të keq nga niveli qendror, përkundër faktit që niveli qendror para 3 vitesh na ka thonë publikisht që e ka ndarë një buxhet prej 9.8 milionësh, mirë po deri më sot kanë shpenzu zero, pra kanë shpenzu zero buxhet.
Drejtori I Shërbimeve Publike, Bekim Brestovci, tha se pavarësisht pranisë së qenëve ndacak në qytet, tashmë janë 1000 më pak. Ai potencoi se sfidë po mbetet sjellja e qenëve nga zona tjera në Prishtinë. Sado që dikush mund të shef qenë sot në Prishtinë, sot I kemi 1000 qenë më pak në hapësirat publike dhe ne po vazhdojmë me përkushtim që të japim zgjidhje totale kësaj problematike. Natyrisht po bëjmë apel, siç e tha edhe kryetari, që edhe niveli qendror na ndihmojë që ta kemi më të lehtë. Qytetarja e cila ka adoptuar 10 qenë me atë sot, Florentina Bajrami, u shpreh kënaqur që mund të adoptojë qenë e ndacak. Na jena shumë të kënaqur që mujna me adoptu qenë, me kriju një strehimore, që ata me pas një ambient më të ngrohtë. Të gjithë qytetarët që adoptojnë qenë ndacak fitojnë nga 50 euro në muaj nga komuna e Prishtinës, por gjobat për ata që nuk I përmbahen kontratës janë deri në 3000 euro. Shikues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe e mirupafshim në edicionet e radhës.